Pse duhet të pini ujë sapo hapni sytë në mëngjes? A i dini se një gotë me ujë sapo zgjoheni nga gjumi mund të bëjë mrekulli për trupin tuaj? Pas disa orësh gjumi, trupi është i dehidratuar dhe i pari veprim që duhet të bëjmë është t'i japim ujë organizmit. Pirja e një gote ujë esëll do t'jap përfitime të mira për shëndetin. Ato do të përshpejtojnë metabolizmin dhe gjithashtu do t'japin rezultate fantastike për shëndetin tuaj. Pastron mbetjet toksike dhe heq grumbullimet gjatë natës, përmirëson qarkullimin e gjakut dhe freskon trurin, duke na dhënë më shumë energji. Është një sekret i thjeshtë për lëkurën që mund ta bëjë më të pastër dhe më të shëndetshme. Pra përpara kafes, çajit ose mëngjesit, trupi juaj vërtet mund të përfitojë nga një gotë me ujë të freskët. Një zakon i vogël por me përfitime të mëdha për shëndetin dhe bukurinë. Ndaj përpiquni ta keni pjesë të dietave tuaja të rregullta, një gotë me ujë sapo hapni sytë në mëngjes. Kështu do të merrni përfitime të larmishme dhe vlera të çmuara në dobi të shëndetit tuaj.